Shqipëria zhytur në korrupsion përgjatë vitit të fundit. Këtë rezultate prezantoi Transparency International përmes raportit të saj. Nga 42 pikë që kishte në vitin 2024, Shqipëria ka rënë në 39 pikë në renditjen e organizatës ndërkombëtare për luftën kundër korrupsionit, duke humbur 3 pikë dhe zbritur me 11 vende në renditjen globale. Vitin e kaluar vendi në renditje i 80 mes 180 vendeve, ndërsa sot renditet në pozicionin e 91. Si për nesh është Tanzania, Maqedonia dhe Kuba. Raporti përmend Shqipërinë sa i përket çështjeve mjedisore. Transparency International thotë se mungesa e procedurave konkurruese ka çuar në rrezik për degradim mjedisor, duke u referuar rastit të ishullit të Sazanit. Përqendrimi i pushtetit, ndikimi i tepruar në gjyqësor dhe presioni mbi shoqërinë civile nxisin prapambetjen demokratike, duke dobësuar kontrollet dhe balancat dhe duke zvogluar mbikëqyrjen publike. Në të gjithë Ballkanin Perëndimor, transparenca e vendimeve për projekte të investimeve me vlerë të lartë është një dobësi e zakonshme. Rregullat e pezulluara të transparencës dhe kompetencat diskrecionare të pakontrolluara po i vënë fondet publike në rrezik korrupsioni, ndërsa gërryejnë besimin publik, lexohet në raportin e Transparency International për Ballkanin Perëndimor. Sa i përket renditjes në rajonin ton, lista kryesohet nga Malizi si vendi me më pak korrupsion, më pas vjen Kosova në vendin e 76, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, ndërsa në fund renditet Serbia. Transparency International thotë se në vendet e Ballkanit Perëndimor, përgjigjja e dobët e gjyqësorit vlerësohet si një nga pengesat kryesore për luftën e suksesshme kundër korrupsionit, teksa gjyqtarët dhe prokurorët po bën gjithnjë më shumë objekti sulmeve nga qeveritë. Organizata thekson se të dhënat për përpilimin e indeksit bazohen në vlerësime nga burimet pavarura dhe përfshin elemente si rrushfeti, keqpërdorimi i fondeve publike, emërimet politike në administratë, transparenca në deklarimin e pasurisë dhe konfliktit të interesit, si dhe mekanizmat për parandalimin dhe ndëshkimin e korrupsionit në sektorin publik.